Në mbledhjen e sotme të Këshillit u miratua propozim vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për shoqatën e artistëve figurativ Dragodakum lidhur me organizimin e kolonisë artistike tradicionale. Kryetari i shoqatës Arjan Rufati, gjatë elaborimit të projektit theksoi rëndësinë e kësaj kolonie artistike, e cila organizohet tash 21 vite me radhë dhe përbën një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore në rajon. Sipas Rufatit, qëllimi kryesor i projektit është përkraja dhe aktivizimi i artistëve të rinjvendas, veçanërisht atyre që sapo kanë diplomuar në fushën e artit figurativ. Ai potencoi se kolonia ka arritur të sigurojë pjesëmarrjen e mbi 30 artistëve, prej të cilëve më shumë se 10 janë artistë huaj nga Shqipëria, Kosova, Austria, Franca dhe Ukraina, ndërsa pjesa tjetër do të përbën nga artistë nga Maqedonia e Veriut dhe artistë lokal. Mundësia e kësaj shoqate dhe mundësia e këtij aktiviteti është se shoqata i afron artistët të ri vendas, të cilët kanë mundësinë, domethënë pas diplomimit, të jenë aktiv në sferën e artit figurativ. Duhet të theksoj se shoqata çdo vit, domethënë është përkrahur ky projekt nga komuna e Gostivarit. Mirë, po buxheti ka qenë shumë pak dhe ne nuk kemi pasur mundësi që të veprojmë ashtu siç duhet. Prandaj kërkojmë nga këshilltarët, nga kryetari, nga Komisioni për Art Figurativ që ky projekt përkrahet me mjete më të larta, domethënë me një buxhet më të madh, të cilën do besoj se ne do të japim, pas asaj do të japim edhe një raport se ku janë harxhuar gjithë mjetet e shoqatës dhe do të besojmë se do t'ua zbardhim fytyrën me artistët të cilët do t'i sjellim edhe në komunën e Gostivarit. Shoqata çdo vit jep dhe vepra artistike, domethënë, dhe gjithë këto vepra që keni këtu në komunën e Gostivarit janë veprat e shoqatës sonë. Prandaj dua të jo vetëm shoqatës tonë, por edhe gjithë shoqatave të cilat janë aktive në sferën e artit figurativ, në sferën e kulturës, të cilat kemi mbetur pak janë që jemi aktiv, duhet që Këshilli i Komunës dhe komuna ti përkrah. Prandaj edhe një herë ju lut që kjo pikë të kaloj dhe të kaloj jo me buxhet qesharak të cilën e kemi pasur disa vite me radhë, po me një buxhet më të mirë. Për shkak se domethënë, ne këtë vit Ministria e Kulturës e ka përkrah këtë koloni me 200.000 denar. Ne kemi parapar diku të kemi mbi 30 artistë. Domethënë, e dini se si janë çmimet, e dini se cilat janë kushtet për të organizuar këtë dhe prandaj do të ishte minimum një buxhet të cilën e kërkojmë ne do të ishte minimum 300.000 denar. Dhe shpresoj se me këtë buxhet, domethënë diku mbi 500.000 denar do të mund të organizojmë këtë koloni artistike ashtu siç e ka hije. Deri tash kemi të konfirmuar, domethënë diku mbi 10 artistë të huaj, të cilët i kemi nga Shqipëria, Kosova, Austria, Franca, Ukraina, domethënë këto janë të konfirmuar dhe presim edhe artistë të tjerë të cilët do të jenë prezent në këtë koloni. Në fund ai premtoi transparencë të plotë financiare për shpenzimin e mjeteve dhe njoftoi se sikurse çdo vit, artistët pjesëmarrës do të lënë vepra artistike që do t'i dhurohen komunës së Gostivarit, duke pasuruar fondin kulturor të qytetit. Ndryshe, përkraje për ndarjen e mjeteve financiare kishin kërkuar edhe drejtuesit e festivalit Othello dhe të shoqërisë kulturore artistike e Asani, përfaqësuesit e të cilëve nuk prezantuan në punimet e Këshillit. Ndaj vendimi për to, nëse do të ndahen mjete financiare, do të merret në seancën e radhës.